Përshëndetje. Sot unë kam një gjyq, edhe është një çudi e madhe, jashtëzakonisht e çuditshme kjo që ka ndodhur mrom ose sot mëngjes. Në gjyq unë jam kundër 3 të paditurve, defendën në quajmë ne. Është një kazino, është një kompani që është pronarja e kazinove, edhe është pronari i kazinos, janë 3. Është një firmë avokatësh, natyrisht jashtëzakonisht e madhe, që i mbron këta kundër meje, por ato kanë caktuar vetëm një avokat kryesor që punon për ta dhe do jetë në gjyq sot. Sot dita e gjyqit është diçka e tillë. Ato i kërkojnë gjykatës që pronari të paktën të hiqet. Gjyqi është në korrik me datën 10 dhe 11. Sot është një seancë dëgjimore ku pala tjetër kërkon që ky pronari i kompanive, 2 kompanive, njëna kompani është kompani që në pronësi të kazinos, edhe kazino, ky pronari të hiqet. Edhe natyrisht ato do fitojnë gjyqin, dhe arsyeja që do fitojnë janë shumë të fuqishëm vetëm për këtë kaundin këtë bashki. Këto 3, ose njëna për këtyre kompanive kazino, ka dhënë $238 milion kontribute për të muaj gjoja të varfërit për të zgjedhur këto 17 milion i kanë shku vetëm policisë së kësaj bashkie, këtij rajoni. $17 milion, që do thotë që sa herë në këtë kazino thritet policia që do ketë probleme kazino me njerëzit që shkojnë atje, kujt do t'i japin ato drejt? $17 milion i kanë dhënë pra vetëm policisë së këtij rajoni. $238 milion, 238 milion i kanë dhënë bashkisë SBA, si jep gjithë Amerika bashkive. Kundër këtyre jam unë. Edhe ato kërkojnë sot në këtë seancën dëgjimore që do jetë sot në orën 1:30, ato kërkojnë që të hiqet paktën ky personi Kordishi, dhe arsyet që ata kërkojnë ta heqin këta është se thonë ky person nuk ka lidhje fare me këto kazinat apo këtë kompaninë e tij, edhe nuk ka pas asnjë lloj kontakti me Sami Gjokën, të paktën të heqim këtë. Tashti nga njëna mu më intereson të hiqet, për arsye se më lehtëson punën në gjyq, bile dhe po të heqin 2, të lanë vetëm 1, më lehtëson punën në gjyq se do të provoj, dhe do dëshmoj në vërtetën time vetëm kundrejt 1 apo 2 kompanive dhe 3. Po nga ana tjetër, është si puna i kalas, që ndërton që heq, që dërtet në këshu, copa që heq një edhe bjen gjithë bara, është heq një gur nga edhe rëzohet gjitha. Kështu që edhe më ndihmon, edhe më dëmton. Kjo s'ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është, po flisja më rama dhe me Nurkën dhe me sa miqtë mi këtu. Ajo që më intereson, o më shqetëson, është çfarë duhet zgjedhun. Të luftoj që ta heqin Kordishin, këtë pronarin, edhe më bëhet më e lehtë puna në gjyq, apo të luftoj që të mos hiqet, sepse bëhet më e fortë ajo çështja ime që pas ka pas drejt me të 3. Edhe prap është çfarëdo që të them, çfarëdo që të bëjun, gjykatës do i marrë parasysh, sepse gjykatës i zgjedh kaundi ato njerëzit e bashkisë i zgjedhin paratë kësaj kazinoje. Pra kazinoja i ka zgjedh gjyqtarët.
Edhe arsye që po e flas është diçka shumë e çuditshme, shumë interesante, që edhe unë vetë më habit, po flisja më me një shokun tim pra thashme, Nurgën, nga Shqipëria rreth kësaj. Edhe e ndjeva veten që kam qenë mjaft i trazum sot në gjumë. Edhe sapo e kam mbyll telefonin me Lonin, me djalin e Bedriut. Isha mjaft i trazum për këtë çështje. Edhe në një si ëndër sot mëngjes, që është çudi, më vjen një zonë e po më jep përgjigje. Edhe më thot, ti sa mi beson për këto, që çdo gjë në univers nuk është gjë tjetër, çdo gjë që ekziston është një ekuacion matematikor. Edhe unë gjithmonë e mendoj këtë, po babit në gjumë. Edhe më tha, duke nista se ti edhe pak besimtar edhe zbeson shumë. Tha, duke u nis në bazë të këtyre shkrimeve të shenjta të shefutëve dhe arabëve muslimanëve, nis tha edhe mendo, muin kur të ka ndodhur kjo gjë. Edhe shkruaje. Edhe fillova të shkruaj, e maj me kështu gjithçka. 7 ka qenë korrik kur nisin këto. Edhe tha duke fillu nga e djathta në të majtë si shkruajnë arabët, por jo si shkruajmë ne, si shkruajnë shefutët, do fillosh nga djathta, më thot ky zo, të shkruash tha muin kur të ka ndodhur kjo gjë. Edhe shkruajta unë muj është i 7. Edhe tha, si identifikohet ai vend ku të ka ndodhur gjë matematikisht, jo me letra. Dhe matematikisht kjo ka ndodhur në Maryland, dhe Maryland i ka numrin e telefonit hyrjen, si që ka Shqipëria më duket 069 diçka tillë, e ka 301. Shikojeni me kujdes. Edhe vunën 7 pik 301, se këtë ka kodin. Edhe më tha data, tha, kur të ka ndodhur. Dhe ky incident, edhe shkruaj datën, edhe shkruaj 19 dhe e majtëm, edhe zgjova. Sa po zgjova, i thrit Alonit i bënë telefon se nuk arritë të flas dje kur më bënë telefon. Por më rritën mendje ky numër dhe e mora me qesharaklik. Edhe shkrova unë, e lexoj, nga e djathën e të majtë është 7, që është muj kur ka ndodhur, pik 301. 301 është kodi matematikor i telefonit për Marylandin, pik, edhe erdha prap, që është 19 data, më thënë shkruaj datën. Edhe po lexoj edhe ashtu, si që lexojmë ne. 19 pik 301 pik 7. Tha që shkuptim ka kjo? Edhe më tha zoni, po ti e sigurt, tha, që ti mund të fitosh, tha, në moment argumentin, por tha, më vonë, tha, mund citosh argumentin, më vonë, tha, gjykatësi, edhe po të bindesh aty, mund të hedhi poshtë, do i duket diçka, jo normale, tha, mi po është, tha, kjo, tha, është e vetmja mënyrë që ti mund të fitosh gjyqjen duke i referu këtij numri. Edhe thash, si ka mundësi, e shikoj numrin, nuk më bind. Edhe kërkova në Google çdo të thot ky numër. Që është jashtëzakonisht e habitshme. Edhe kur e kërkova në Google, po ta kërkoni dhe ju, do të habiteni edhe vetë. 19 pik 301 pik 7 që ka një liq në Maryland që thot një avokat nuk mund të prezantoj më shumë se një person ose një kompani në gjyq në qoftë se nuk ky personi deklaron që nuk ka lidhje me kompaninë, siç deklarojnë këta që unë s'kam lidhje. Pra,
gjithçka që unë kam mendu, gjithçka ne që ne po flasim, pas ka një përgjigje me këtë numër, që më dhanë më sot, dhe numri që ka data kur ka ndodhur incidenti, vendi matematikor, identifikimi vendit matematikor i vendit që është 301, edhe mujt 07. Edhe këta mu me dha një zonë ëndër. Ta shimjes që do të shikoj, edhe kur i shikoj që e ka mbrojtja dhe akuza dhe sulmi im më i rreptë të më i ashpër, që në qoftë se unë du të fitoj gjyqin sot, është të them gjykatësit që ky person nuk ka avokat, se ky avokat prezanton edhe të tjerët dhe ky ligj nuk e lejon këtë person të mbroj këto 2-3 tjerë. Ju jepeni përgjigje kësa gjoja vëllezër e motra, se unë jam i habiti befasum edhe s'di t'ja përgjigje në këtë botë. Sa mi gjoka ju përshnet.